Le ta fillojmë një herë me një urim shumë të bukur. Sot është pavarësia e Kosovës. Nga gjithë asambleja juaj dhe ne bashkë t'i urojmë dhe t'i japim përshëndetjet më të mira Kosovës dhe vëllezërve tanë atje. Federata Shqiptare e Futbollit këtë vit, sikurse ju e dini, ka ngjarje apo do të përballet me ngjarje madhore të rëndësishme, për të cilat ne në qendër, por edhe ju në bazë mund të jeni zëri i pamas, i padiskutueshëm, një vlerë e shtuar për të treguar me forcë atë çka po bëhet. Ne përveç antarëve, përveç ju që jeni kontributorët kryesor, domethënë dhe punoni në terren, janë mbi 28.000 futbollistë të regjistruar, çka na çon në fakt në shifrat më të mira të përfaqësimit ndonjëherë të një sporti. Aspektin organizativ kemi nevojë që të jemi më të zëshëm dhe të punojmë më shumë, ashtu sikurse kemi theksuar edhe në çdo mbledhje të gjitha asambleve deri tani, ka të bëjë me sponsorizimet dhe me mbështetjet. Pavarësisht buxheteve që marrin shoqata rajonale, duhet që edhe vetë puna të përqendrohet tek sponsorat lokal. Pra, sa më shumë fonde të thithim, aq më mirë i shërbejmë futbollit, aq më shumë hyjmë në investime tek bota e futbollit dhe aq më shumë rezultate do të kemi. Sepse padyshim mbështetja e federatës do të vazhdojë me projektet që unë përmenda më sipër, ashtu sikurse ne kemi kërkuar dhe kemi vazhduar gjithmonë të paktësojmë